Skënderbeu nuk vonoi shumë dhe erdhi fluturimthi me njëherë me ushtri të radhitur e shpatë të zhveshur, ashtu siç e donte punën. Vegjelia po turfullonte më të madhe dhe ushtarët po dëgjoheshin të kërcëllnin dhëmbët, ndërsa mezi e përmbanin veten brenda radhëve, nga zemrimi i thurishëm dhe nga zjarri që u diqte në zemër. Skënderbeu, kur shikonte Mojsiun të armatosur e duke shfyrë, mendonte për të i shtyr në çdo hap nga dashuria, tamam si ndonjë bab të rrhangt, ku shikon para syve të shfrenuar kundër tij të birin, të cilin e ka bërë të ngre armët, lakmia e prap, e mbretërimit dhe mosha e rinis që si shtrohet zgjedhës. Ky bab nguron në çdo hap, i shtyn më plogët radhët përpara, përpiqet veç shkot që të jap fund luftës me të birin me fjalë të buta, dhe e shtyn sa është e mundur më tepër, dënimin mbi kokën e dashur dhe fitoren e vajtueshme mbi gjakun e vet. Po kështu vepronte edhe Kastrioti. Ai dëshironte të fliste nga afër me ta, dhe ta zbuste pakës karakterin e njohur të mikut. Me gjithë qef, do të vepronte me anë të dërguarish, me anë këshillash plot dashuri, por deri i tij si kapetan dhe vetë rëtësia e luftës, krenaria pastaj ushtarake dhe turmat që po i tumnin, tani më shpatat nuk lejonin që të bëhej kjo. Ta preferonin më mirë që të rrëfeheshin para Perëndis për krim, sesa të tregoheshin të frikshëm para armikut. Tjetër ishte dëshira e Mojsiut, me krejt të ndryshme qëllimet e tij. Dhe me të vërtetë, nuk u gatitur për seririn e zotuar. Ai po urdhëronte tani me ushtrin që të marshonte për të grishur Skënderbeun. Për këtë veprim të kapetanit, e ndërpreu dhe shtyu për më vonë trimëria dhe guximi shënuar një turku me emrin Haedzmen, i cili u paraqit përpara Dibranit dhe tha: "Ne të na lejohet më parë neve, o kapetani i pashoqe, që të hapim për ty rrugën, cilën Perëndit e kanë caktuar për këtë lavdi fort të ndritur, sepse nuk e di, por duket jo e ishme dhe në kundërshtim me rregullat dhe praktikën e ndjeshme e luftarakit, që t'ja nisim menjëherë nga forca supreme e ushtrisë dhe nga kryet e veta e luftës para se të provohet fillimi i betejës me një përpjekje më të vogël." Kjo dëshirë ushtarët ju pranua dhe ju lejua që të rëmbente armët. Në anën tjetër, një lajmëtar dërgua te Skënderbeu për të marrë vesh dëshirën e tij. A lejonte që para se të hidhte në Zarin, të gjithë të provojë trimëria dhe fatin nga të dy palët në mënyrën e mësimit. Skënderbeu, kur pa lajmëtarin, kujtoi siç dëshironte se miku e kishte ndryshuar qëllimin. Por kur më fund e vëdëgjoi, atëherë filloi Mojsiu i dilte dal nga zemra. Megjithatë, kërkesat e tij plotësuan të gjitha. Madje, disa nga ushtarët tanë u përgjigjen që ishin gati, po ta dëshironin të quhej i përfunduar rreziku për të gjithë vetëm me ndeshje në fjalë. Kështu lajmëtari po kthehej tek të vetët, ndërsa në të njëjtën kohë, këndeu ushtari unë, Zahari Gropa, u ngrit me njëherë dhe ndoshta nga frika, se mos tjetër kush e merrte i pari përsipër këtë punë, po drejtohej për tek kapetani Tërgëzim dhe i brohuritur nga shokët e togut të vet. Skënderbeu përfaqësoi fort dhe i lavdëroi për trimërinë. Në kohën që po armatosej, shokët nuk u luteshin Perëndive që t'i jepnin as fuqi më të mëdha, as zemër e dorë më trime, por vetëm fatin e maneshit. Ai vesh armë të zakonshme dhe mbi to stolirat e tjera, që t'ja ndihmonin më keq presionit kundërshtar. Barbari, që si lëshonte rrugë për trimër, suli i pari në shesh të luftës, dhe ndërsa mendonte me zor të dilte kush përpara, pa kundërshtarin që po vraponte i armatosur dhe me hesh në dorë drejt tij. Atëherë, duke thirrur me zëmë të ngritur, dhe duke i thënë se kish kohë mjaft për të shpjeguar drejt fare, ftoi me mënyrë fort miqësore për të biseduar. Dhe pasi e pyeti si quhej, çdo kish në ushtri, më në fund vazhdoi të vinte kushtet e ndeshjes, jo të ndryshme nga ato që pali pak përqeshur diku. Zaharia, duke ja prerë shpesh atë fjalë të zbrazur, i tha se kishte oreks për më shumë kokë, që të mund ta gopte shpirtin sa më tepër në që thënë nga fati. Me të thënë këto, u ndan, duke shfryrë dhe duke matur njëri me tjetrin, me sytë gapur,
Pas u larguan pakët, sa të mund të jepnin vrap kuajve. Për të goditur më rept, për të ruan shigjetat, e o lëshuan frerën kuajve, duke i shpuar me mamuzat në shtyrë. Asnjëri zgabojnë edhe goditur me gjithë këto. Përfundimi nga të dy palët doli pa gjë, sepse ishte atë të dyve. Të përplasura mbi kërtisë të mburojave, të mbuluar me peta hekuri, u bën copë. Ata vetë të përplasur gjithashtu në vullnesi, njëri mbi tjetrin, u rrëzuan për te, bashkë me kuajt. Me njerë pas këtij luftëtarët të padëmtuar ja filluan për leshjes edhe më rept me shpalla zhveshur në dorë. Pati e deshi ta zbukuronte me çdo mënyrë këtë ndeshje, duke hyrë në hak jo më pak njëri se tjetri, pas goditjes të shumta, të përsëritura kote pa gjak. U shkan shpatët të dyve nga duart. Kjo ka qenë ndoshta një emet e shpatave, sepse të goditurat më fort për kalorës, kërmuqe dhe të rënda, ata ishin më pak të përshtatura për ndeshje këmbësorësh. Përndryshe do të kenë rënë rastësisht kalodhja dhe pa urtësia prej dëshirës së pangopër për të goditur. Sido që të jetë, atëherë, ata i flakën mburojat nga dorat e mëngjeve, dhe pas u mbërthyen të parmatosur, si atletë që harxhuan gjerë në pikën e fundit fuqit që i kishin mbetur. Ushtarët të radhitur, po bënin sirë, sa me frikë, aq edhe me shpresë. Për pak kohë të përleshurit, vëzhduan dhe as tjetër nuk mund ta luante kundërshtarin nga vendi, apo të shtronte për të. Po në fund, duke ngritur me përpjekjet e fundit njëri tjetrin përpjet, po plasën në të njëjtën kohë që të dy. Barbari ra së prapthi, por sa arbërori përmbys. Në fytyrë të atij, duke e pasur në vete, e pasi nxori më të shpejt pinjallën, ja nguli në fyt. Atëherë kundërshtarët, që bovdiste, ju pren dal nga dal duart, ndërsa fitimtari i çliruar u ngriti broritur fort nga të vetët, dhe si rëmbeu i gëzuar shpatën që ndodhi pranë. Ja preu kokën armikut që po jepte ende fryt. Dhe i ngarkuar me të në plashkët e tjera të tij, u nis në këmbë për të kshok, që u derdhën nga çdo anë përpara. U nis më këmbë, sepse kuajt kishin ikur që në fillim të ndeshjes, kishin vajtur në fërë dy në çadrat e tyre. Ishte vëgjëlia e pati në rëndësirëse, si një orgull të mbarë. Shmimet që mori Zari e maskullin, ishin të njëjtë, nga të manishin, por lëvdatat nga ana e ushtrisë shumë më dhe më pak. Por arsye se vështirësia e ndeshjes dhe larmia e fazave, paraqiti ajo ngjarje. Dukeshin se ja marronin primën e bukur, dhe zbukuronin me tepër